Kryetari I komunës së Tetovës, Bilal Kasami, deklaroi se komuna ka hapur thirrje publike për ndarjen e ndihmës financiare të njëhershme vaucher për qytetarët në nevojë sociale për vitin 2025. Përmes kësaj thirrjeje do të ndahen 1000 vaucher në vlerë prej 3000 denarësh secili, që do të mund të përdoren ekskluzivisht për shlyerjen e obligimeve ndaj komunës së Tetovës, taks mbi pasurinë, si dhe për pagesën e shërbimeve të ofruara nga ndërmarrja publike Sharri dhe kompania Saubermacher. E drejta për të përfituar nga kjo ndihmë I takon këtyre kategorive të qytetarëve të komunës sonë. Përfituesve të ndihmës minimale të garantuar, si dhe pensionistëve që marrin pension social. Përzgjedhja do të bëhet në më transparencë të plotë dhe në mënyrë të drejtë, sipas parimit, I pari që aplikon, I pari përfiton. Vlerësimi I kërkesave do të bëhet nga një komision profesional I ngritur enkas për këtë qëllim me përfaqësues nga administrata komunale. Ju ftoj të gjithë qytetarët që përmbushin kriteret të aplikojnë brenda fatit të përcaktuar dhe të përfitojnë nga kjo ndihmë që synon të lehtësoj përditshmërinë dhe kushtet e vështira ekonomike të qytetarëve tanë. Përndryshe, thirrja është e hapur nga data 11 qershor deri më 30 qershor 2025 dhe aplikimi bëhet përmes dorëzimit të kërkesës pranë sporteleve të komunës. Formularët janë të qasshëm si në formë elektronike në faqen zyrtare të komunës tetova.gov.mk, ashtu edhe në mënyrë fizike në ambientet e komunës.